Brava Renato. Që ka përdojë. Jemi avëntis, Așa de pățaia, asta era pățaia, păi și spune. Ia că fie pădăia. Qa qytetarë ju jeni Partia Demokratike, këta janë qytetarët. Qa lire keni me? Unë jam, me këta jam. Do. Jeni pădăia. Pădăia. Unë me këta jam, aty me kam. Komshi me shpinë me gjyshin tem ka qenë një që jo. Shiti shpinë pas të t'i këtë tjera. Mos e turproj gjyshin atëre. Më myte. Jo, jemi afër edhe ne, bashkë me ata. Unë jam në Salzburg. Po si ma prishin diplomën të stasi dalë më shumë. Ma prishin diplomën të stasi dalë aty. Se kisha një orë mbledhë, zoti kryeministër. Iku marrë filmi. Asi fjalë, na rrok fjalën. Çfarë do im kom kjo? O zoti kryeministër. O zoti, të takoj çik. Një opsion. Hajde genona. Kujtë të thotë? Tit media. Më falë. Hajde. Si përfundoi takimi? Do me thonë, me 34 qytetarë të Durrësit, përfaqësues të familjeve që kanë këtë problematikë. Kemi folur rreth 2 orë gjysmë. Dhe ata e kanë hallin. Dhe me ta kemi folur dhe biseda ka qenë absolutisht konstruktive, me opinionet ndryshme për konstruktive, ndërkohë që 35 të tjerë atje, që nuk përfaqësojnë as qytetin, as qytetarët, po përfaqësojnë vetëm hallin e një 80 kusur vjeçari të rrjedhur nga çdo lloj rruge të arsyes, krijojnë situata që janë qesharake dhe që tregojnë se ku është ka vendisur ajo farë partie. Ndërsa përsa i përket problemit të vërtet, problemit të qytetarëve dhe të projektit, kemi rënë dakord dhe se si do të shkojmë përpara, qoftë me atë verifikim nevojshëm për disa objekte që janë objekte që mund të kenë vlera të trashëgimisë kulturore, qoftë me disa variante për shpronësimin dhe shpërblimin. Kjo do të jetë rruga. Nuk do ketë prishje së shpejti? Jo, do ketë prishje, patjetër, projekti nuk do të ndalet, projekti do të zbatohet, por do të bëjmë një verifikim për disa shtëpi që janë trashëgimi kulturore, të pretenduara dhe njëkohësisht dhe janë një grup i vogël shtëpish që nuk kanë marrë regjistrimin në hipotek, pavarësisht se janë aty prej shumë vitesh. Kështu që këto janë dy problematika që do t'i shohim. Vlera e shpronësimit? E kemi diskutuar atje brenda, edhe çështjen e çmimit, edhe kemi diskutuar që do duhet shohim referencat e reja. Me që do ti me filmu.